që prokurori prezant në fjalë, ndoshta, përsërisht ndoshta, për shkak të afërsisë familjare, që është potencialisht, që kam informatën nga ky moment, është i biri i sekretarit të atëhershëm, Krasniqi, që të verifikohet kohë reale, që prokurori prezant të na deklarojë se të na heq dyshimet se i njëjti që nga i furnizuar dhe apo indikuar nga prindi, nga i moment kër ndëgjova mënyrën se si referu vendimet të kuvendit, duke qenë deputet të seancën referuse. Po, sa fjalla hyrëse e prokurorisë vrejta që ja pikon pasaktësisë, po? Në akuzë, po? Mi për pasimi nga prokurorin fjalë, dhe se kuj citoj disa për vendimeve, bajta evidencë në to. Si në shumë? I citoj disa vendime të kuvendit të Kosovës, apo? Po, po? Të ditën kritike, të referuat numrit të atyre vendimeve, që unë nuk i kujtoj që kanë qenë në zbatim dhe implementim tonë, e teksoj, e apeloj të trupi gjykus, që para se të vazhdoj në tutje, të marrën një konfirmim që prokurori prezant në fjalë, ndoshta, përsërisht ndoshta, për shkak të afërsisë familjare, që është potencialisht, që kam informatën nga ky moment, është i biri i sekretarit të atëhershëm, Krasniqi, që të verifikohet kohë reale, që prokurori prezant që të verifikoj se këtu prokurori prezant të na deklaroj se të na heq dyshimet se i njëjti që nga i furnizuar dhe apo indikuar nga prindi që ka mbajtur detyrën zyrtare në kohën që shë ka pasur në prindi, që shë emri prindit. Ismet Krasniqi. Po, Ismet Krasniqi. Nëse kjo si që u kuptu këtu, është i biri natural i Ismet Krasniqit, e konsideroj ma pakta që është konflikt interesi dhe jo profesionalizëm. E konsideroj. Ti ki drejt me mërë promotë për gjithë kuj, po në nuk e di këtu që u vërtetu ki i biri kuj jo sa ato, po ju sa të kuptoj... Nëse nuk është vërtetu, kërkojmë vërtetësi. Ju keni drejt vetë qka. Ju keni dhe avokatin që më konsultu me avokatin, ju sa të kuptoj. Jeni të kërku preashtimin e prokurorit apo jo? Tashmo i vonuar pak. Jo, i vonuar në këtë deri në fjallën përëndare, ju keni drejt kërkes preashtim gjyqtarë. Kërkes për procedurë, që konsideroj shumë jetike për procesin, që ky prokuror, me këto të vona sipas me jetë të dyshimta, se të tejkaluara mbi landën, të jetë i preashtuar të paktën në nga rast. S'pari të verifikohet ashtë i njëjti dhe me pas të mira masat e nevojshme. Pra, kërkoj që të verifikohet se i njëjti është më të vërtet djali i sekretarit të atëhershëm që do duhet të shpërndarte vendimin tek nesi deputet. Dhe me pas kërkoj edhe reashtimin e të njëjtit nga kjo procedurë penale. A ke ashtu? Po. Faleminderit urdhëron. Se konsideroj që në Kosovë ka mjaftueshëm prokurorë të tjerë. Po, sigurisht. Dhe shpreh gatishmërinë të bashkëpunojmë gjithsesi me secilin që vjen më pas.